Basri Kurtishi është nga Blaca, shkollën e mesme e ka mbaruar në Shkup, shkollimin e mëtejme ka vazhduar në Kairo, në Kopenhagë, mëtej ka vazhduar në 2 mastere, kryesisht në përkujdesje shpirtërore dhe ka studiuar fe të ndryshme, por gjithmonë duke mbajtur theksin tek besimi islam. Do flasim me të për punën që bën në burg. Ishte vështirë të gjenim një kohë pasi në punën e tij, në fakt ai punon në shumë institucione shtetërore në përkujdesje shpirtërore, por me që i bie më shpesh të jetë në burgje, atëherë ishte vështirë të ndanim një kohë pasi telefona nuk lejohen në punën e tyre. Por megjithatë ne gjetëm një kohë dhe gjetëm një mundësi që të flasim rreth punës që bën ai atje. Kemi dëgjuar aq fjalë të mira për punën që bën saqë shumë njerëz zgjedhin që të përqafojnë islamin fal Basri Kurtishit. Nga Federata e Paqes në botë, ai mban titullin ambasador i paqes. Ka shumë çka thuhet për këtë njeri, por për më tepër ne do flasim tani, do lidhemi me të në një linjë Skype dhe do flasim me gjërësisht rreth punës që bën. Zotri Basri, unë besoj e kemi në linjë. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Besoj që puna që bën, unë për vete e kisha dëgjuar, e dëgjova për herë të parë, për kujdesi shpirtëror i njerëzve që rinë në burgje. Duhet të jetë një drejt njerëzore, nuk e di në burgjet e Maqedonisë a kemi persona të tillë, a ushtrohet ky profesion nëpër burgje, por megjithatë dëshiroj pak të kuptoj si ju e realizoni këtë punë atje. Fillimisht ju përshëndes juve dhe gjithashtu të gjithë shikuesit. Kam kënaqësi që të jem sot me juve dhe me të vërtetë kjo punën që e bëjnë ana është pakës më ndryshe nga ajo që njerëzit në përgjithësi janë mësuar se çka bën një hoç ose një imam ose si thuhet një teolog. Unë mund ta përsëris atë që e thove, unë kam lindur këtu në Danimark, jam rritur këtu në Danimark, e pastaj medresejen Isabeu në Shkup e kam kryuar, e prej medreses kam shku në Kairo, jam kthy përsëri në Danimark. Në vitet e pare të mia, kur jam kthyer nga Kairo në Danimark, kam fillu të punoj me personat të cilët kanë nevojë shpirtnisht. Dhe vendosa që ta hik kësaj pune ma detajisht edhe ma thellë dhe e kryta masterin që quhet kujdesja shpirtërore. Dhe une besoj që feja nuk është vetëm për mu falë në brenda xhami, por është një pjesë që është shumë me rëndësi që ka të bëje për atë që ti si vepron gjatë jetës tënde, gjatë ditës, gjatë javës dhe gjatë muajit të tëra. Në burgje ku punoj tash për momentin, njeriu nuk është i rrethuar vetëm me mure dhe hekur, por ai është i rrethuar edhe me brenga, me ndjenje faj, me probleme shpirtërore dhe gjithashtu është në depresion dhe stres. Shumë njerëz përballen për herë të parë me vetveten e vet kur hinë në burg. Dhe kur një njeri mbetet vetëm me përgjegjësinë e tij dhe me dërgjegjen e tij, e hub shpresën, në atë moment jam unë aty për të ndihmuar. Kam kuptuar që kujdesja shpirtërore në burg është një nga shërbimet më të domosdoshme në një shoqëri të shëndosh, sepse edhe ata që kanë gabuar kanë nevojë për udhëzime, për reflektime dhe për një mundësi për ta nisë jetën e tij prej fillimit. Dhe për këtë shkak e kam zgjedhur me punu në këtë punë dhe e kam nderin që jam pjesë e kësaj misioni për me ndihmuar njerëzve. Në fakt shumë e bukur kjo që thatë që ka njerëz që ballafaqohen ose e njohin veten kur janë në burg. Fatkeqësisht jeta është aq dinamike sa që nuk kemi kohë nganjëherë të mendojmë kush jemi dhe si veprojmë, a veprojmë mirë apo veprojmë keq. Besoj se ke shumë biseda me të burgosurit. Çfarë është ajo, si duket një seancë, domethënë mes një hoxhe dhe mes një të burgosurit? Puna ime është e shumëllojshme. Para se gjithash,
jam aty për të dëgjuar. Dhe nuk jam aty për të gjykuar, sepse ato e kanë marrë një gjykim. Për këtë shkak janë në burg. Shumicët e burgosurve vinë me, sikur që thash, me mbarën emocionale, gjinje faj, probleme, stres, depresion e kështu me radhë. Unë mundohem t'ju jap në vend të sigurt ku ata mund të flasin lirshëm, pa frikë dhe pa dëshkim. Thjesht jetën njeri. Një pjesë e punës time është që të maj ligjerata javore. Aty flasim për tema që prekin rreth jetës e njeriut. Për shembull? Rreth pendesës, rreth faljes, marrëdhënies, njeriu me njeri, marrëdhënies e njeriut me familjen e të vet. Domethënë, rreth tema që kanë të bëjnë rreth dhimbjes, durimi, shpresa e kështu me radhë. Por pjesa më e rëndësishme e jemi është që kur jam vet individualisht me të burgosurin, takimet individuale. Unë ri me të burgosurit, i dëgjoj, edhe puna ime është që t'jem shumë i qetë, pa paragjykime, e kuptoj dhimbjen e tyre, që të provoj të hi në shpirtin e tij që ta kuptoj çfarë dhimbje ka ai në shpirt. Donëherë ndodh që edhe unë të hi në dhomën e të burgosurve dhe vetëm rina duke shikuar në një tjetrin. Vetëm me anë të shikimit mund ta ndihmojnë në një tjetrin kur ekziston një sinqeritet mes neve. Kjo është interesant, është që ata flasin për gjithçka, për gabimet që kanë bërë, për marrëdhëniet e tyre të thyera që e kanë me familjet e tyre, për mungesën e shpresës, për gjinjen e fajt, dhe për frikën që kanë ato që të ndodhe pas burgut. Une mundohem të mos jem aty vetëm si imam, si hoq, por jem aty edhe si një vëlla që dëgjon, që ndihmon, që udhëzon, që këshillon, dhe kështu hapen ato, fillojnë të shprehin gjinat e tyre dhe me të vërtetë mas një punë, se ajo nuk do të minjëherë, kërkon punë, kërkon ndurim, dhe pas një koha ato fillojnë të shprehin atë që e kanë në zemër dhe fillon ndryshimi. Merë bajgi ko merë, derisa një i burgosur që është gjykuar për gabime që e ka bërë, të hape shpirtin e tij dhe paramendo nderuara, kur në burg ne e dim se njeriu që është në burg ka hyrë për të një gabim të madh, dhe ato si zakonisht kallëzohen se janë shumë të fortë dhe nuk kanë frikë, por mbrenda në thellësinë e zemrave tyre e kanë një gjinje faji, dhe kur fillon ai ta shprehet atë gabimin që e ka bërë, edhe ta shofish të burgosurit duke qajt, duke u shpreh se do të thkehet përsëri në rrugën e drejtë, me të vërtetë është një provojë shumë të mirë dhe shpresoj që shumicët e burgosurve që janë në përburgje të fillojnë të mendojnë, të reflektojnë dhe ta kthejnë vetveten në rrugën e drejtë. Ju mbani seanca vetëm me musliman apo nuk ka rëndësi nga çfarë besimi vinë? Zgjedhin të burgosurit të jenë me ju, apo juve ju zgjedhin institucioni që të jeni me ta? Ato kërkojnë vetë me bisedu me mua. A janë të gjithë musliman apo nuk ka lidhje kjo atje? Po, atje nuk ka lidhje, por unë jam i përsaktuar për muslimanet. A ndodh për shembull që janë të besimeve tjera dhe dëshirojnë të takojnë? Po, edhe atë ndodh shumë shpesh, se ne kemi këto shërbimet tona individuale, ku bisedojna individualisht. Pastaj kemi këto takimet me grupe, kur ulemi edhe e caktojmë temën për çka do bisedohet, dhe në këto grupet, si zakonisht, gati çdo herë është një ose di i burgosur që nuk është musliman merr pjesë në këto takime. Dëgjojnë bile pyetjet që i bëjnë ato, nuk i bëjnë edhe as muslimanët. Po se për to është e re, do me thënë, është diçka e re. Si ju duket atyre? Çfarë pyetje të bëjnë më shpesh për shembull? Si zakonisht kur njeriu është në burg, i shkon menja shumë gjëra. Dhe do takohen në mes veti,
të burgosurit, edhe bisedojnë si zakonisht për fejnë. Dhe feja islame është feja e cila e ka lidhje më të fortë me Zotin për shkak se ne I falna 5 vakte në ditë. Kjo e bën që feja jonë është ndryshe nga fejtë të tjera. Se lidhja me Zotin është e përditshme, jo javore. Dhe kur një I burgosur e shef të burgosurin tjetër, se është I qetë shpirtnisht, është ndryshuar duke biseduar me mua për shembull, dhe ai interesohet thot çka është ajo që e ndryshon personin. Kur erdhi në burg ishte krejt ndryshe, tash duke biseduar me hoxhën, ai ka ndryshuar, ka filluar mu bë një njeri më I mirë, nuk shan, nuk ban probleme, nuk zihen, por ndihmon, ban vepra të mira brenda burg, bëhet aktiv sepse burgjet e Danimarkës I japin shumë rëndësi njeriut, sepse nuk është aty vetëm ta marrë dënimin e merituar që e ka marrë, por ato I japin shumë rëndësi se çka do ndodhe kur të dalë jashtë e burg. Dhe sistemi këto të jep mundësi që ti çfarë dush ti kërkon, ajo ta mundson. Të ki mundësi të shkollohesh, ki mundësi ta marrësh një zanat, ta krysh, mrenën e burg, ki mundësi mu taku me hoxhën, me priftin, me psikologën, kështu më radhë. Por shumica e burgosur musliman kanë dëshirë mu taku me mua. Dhe kur takohen, edhe kur marrin pjesë në këto seansat gruprore dhe individuale, të burgosurit tjerë, jo musliman e shohin ndryshimin, jo vetëm ato jo musliman, edhe sistemi këto, edhe institucionet e shohin ndryshimin, edhe për këtë shkak I japin shumë rëndësi, edhe vinë ato, pastaj bëjnë pyetje rreth jetës, çka vullthua, çka ban, si ka mundësi ki ta ndryshoj vetveten, është bën njëri më mirë, edhe me kohën, me kalimin e kohës edhe ato interesohen për fenë dhe ka plot që edhe pranojnë fenë islame. Në fakt ato një ditë do dalin në liri dhe është shumë e rëndësishme ky lloj trajtimi, pasi llogaritet edhe si një lloj shkolle, sepse duhet mos t'i bëjmë gabimet e njëjta. Më intereson edhe ajo që ju I dëgjoni me shumë kujdes, besoj dëgjoni gjëra nga më të ndryshme dhe nga më të shëmtuarat që mund t'i bëjë një njeri, pasi po flasim për njerëz që mund të kenë kryer vrasje, mund të kenë kryer veprime shumë makabre. Si arrini ju të jeni jo gjykues, mos t'i gjykoni për shembull, mos tronditeni, mos ta lëshoni seancën. Po është interesant, kur kam fillu ta punoj këtë punë, shefi im me ban pyetje, a ki nevojë për psikolog? Dhe a ki nevojë që të bisedosh ti me dikant tjetër, sepse ti ballafaqohesh me shumë njerëz. Unë I thash, nuk kam nevojë sepse e kam Zotin. Allahu Zoti jo na mëson neve që njeriu asnjëherë t'i hupe shpresat. Edhe unë këtë va mësoj tjerëve. Unë personalisht e forcoj zemrën time, shpirtin tem, duke u mbështetur te Zoti, sepse punën që e bëj, e di se e bëj një punë që Zoti e don. Sepse Zoti vetë vullthot njerëzve mos I hupni shpresat. Edhe mos u tutni, edhe ktheni tek Zoti. Edhe une, për herë, mbështetem në Zotin tim, dhe kështu nuk kam nevojë une që të kem probleme me vetveten, të tutem. Une vetëm e shoh njerin si njeri dhe normal që kërkon pi meje durim, kërkon pi meje qetësi, sepse une aty jam për të ndihmuar të tjerët, nëse s'kam une qetësi, atëherë edhe qetësinë s'na jap dikujt tjetër. Ose nëse s'kam une shpresa, tek Zoti s'mund t'i jap tjerëve shpresa. Prandaj jam përgatitur shpirtnisht vet, jam përgatitur psikikisht vet. Që sa kohë e bëni këtë punë atje? Prej 2016. Aha. Mundet të ndani diçka, për shembull, cili ka qenë rasti më tronditës që e ke dëgjuar? Përafërsisht, domethënë, pa dhëna konkrete, po vetëm si rast kështu që ndoshta ju e keni dëgjuar dhe ju ka tronditur shumë. Shumë raste kam, por ka raste ku dikush ka vepruar ndonjë krim shumë të rëndë. Edhe
nuk e ka njohur hiç Zotin. Emrin e ka pas musliman dhe ka pas lidhje me fe. Dhe vepra e tij ka qenë shumë makabre. Por sot ai person ka dalur prej burgut, e ka kryer shkollën, sot është advokat. Çfarë ka bërë Jurist. konkretisht nëse mund ta dim? Për Nuk shembull. kam mundësi me të rregull. Okej, Nuk kam është mundësi sekret me të rregull. profesional, okej. Është sekret se tash e kam si punë. E kuptoj. Ka lloj-lloj, domethënë unë punoj në burgjet më të sigurta të Danimarkës. Kur janë më të sigurta, mund ta kuptosh në çfarë drejgje Okej. janë të burgosurit. Ai pas daljes prej burgut e ka kryer shkollën ka kryer shkollën e Universitetin e Juridikës, sot ka hapur zyrën e tij dhe ndihmon të burgosurit ligjërisht. Është shumë e bukur. Shumica e të burgosurve që unë punoj, kur dalen prej burgut, kanë sukses në jetën e tyre. E kryjnë një shkollë, bile kam edhe një që më ndihmon kur dalin prej burgut, ku ma ligjëratat e vazhdueshme, se duhet edhe me ndjek për me ndihmuar ato edhe gjatë jetës, se nuk ka punë vetëm në burg, del prej burgut dhe pastaj çka ndodhet. Ne edhe mas burgut ku dalim, sot si vjet për Ramazan, si vjet për Ramazan, duke falur taravin, se unë gjithashtu jam imam i Bashkisë Islame Shqiptare këtu në Danimark, duke falur taravin, vjen njëri më prek ma shpine. Kur e shikoj një të burgosur që e kum pas si pacient në burg, edhe erdhë më falenderoj, përqafoj, më puti në faqe, tha, nuk di si mi t'i shprej falenderimet. Edhe kjo ndjenja kur dikush të falenderon edhe shef se ka sukses, edhe e pyetet çka i duke bërë tash, tregon, tha, e kam kry zanatin e maqinerisë, tash punon me një fabrik, ka hapur punën e tij private gjithashtu dhe ka kriju familje e sot është një banor i mirë në Danimark. Dhe krejt puna jonë në përfundim është që ai njeri kur del pi burgut të jetë një banor i mirë të shoqërisë. Në fakt ne dim se shumica e të burgosurve, nëse kanë pas një dënim shumë të gjatë, e kanë shumë vështirë fazën e adaptimit dhe fatkeqësisht disa përfundojnë me fatalitet prej frikës se nuk do arrin ta përballojnë. Thoni ju që ky lloj trajtimi i kujdesit shpirtëror ndihmon në këtë aspekt. Sepse sigurisht keni dhe raste të tilla, domethënë që nuk arrin ta përballojnë më lirin për jashtë. Rezultati jonë është që kur del pi burgut të jetë banor i mirë. Edhe të jetë një person i mirë për shoqërinë në përgjithësi. Puna jonë ka ndikim pikës pari në aspektin shpirtëror dhe psikologjik. A ka dallime psikologjinë, se këtë desha t'ju pyes prej më herët. Cilat janë dallimet? Po, për shembull, një i burgosur kur hyn në burg, ai e ndjen se krejt bota e ka inati atë. Pastaj, kur ai e ka një farloj inatim të brendshëm shpirtëror, ai fillon normal ta shprehë urrëtin e tij. Edhe në qoftë se nuk përmirësohet inati, nervoza që e ka ai me të tjerët, ai edhe kur del pi burgut, ai përsëri do e bëj gabimin e njëjtë. Çka bëjnë ana? Ne i japna mbështetje morale. Ne jemi në procesin e pendimit të tij, ndërtojmë një farloj shprehje në jetën e tij. Jemi aty dëgjojmë për problemet që i ka, se puna është që të krijohet një besim mes meje edhe të burgosurin. Sepse në qoftë se ai nuk e hap zemrën e tij, edhe unë nuk kam mundësi ta ndihmoj. Edhe në aspektin psikologjik, kur hin në burg, e hupin edhe kontaktin me familjen, shumica e tyre, hupin kontaktin me fëmijët e tyre, ato që kanë fëmijë, hupin kontaktin me shoqërinë e tyre, sepse dikush e ndjen veten si i vetmuar dhe vetëm thellohet e keqe në shpirtin e tij. Edhe në aspektin psikologjik, ai bëhet person i mbyllur. Vetmin person që ai e takon pastaj jam unë.
para mendo t'jesh i mbyllur në qelin tënde me vitet e tëra, edhe nuk ban asnjë farë lloj ndryshimi në vetveten tënde. Edhe takimi jem me atë person, takimi i parë kam fjalën, është kit me skeptik. Domethënë nuk beson se unë jam aty për të ndihmuar. Kur shkoj 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, ndodh që me mujtë të tërë më shkon derisa e çon njëri me fol. Kur fillon ai ta shprehë vetveten, kur e shef se unë jam aty me të vërtet për të ndihmuar, fillon ta hapë zemrën. Tash para 1 jave mund ta tregoj këtë rast. Para 1 jave, thirr njëri thot, a po mundsi ti më ndihmu me këshirë, e kum shkruajt mirë një shkresë, një letër që du ta dërgoj nanës time. E shikova, thash, pse si je në kontakt me nanën? Thot, jo, s'jam kontakt me nanën që 5 vjet, thot. E kam përgatitur, tha, këtë shkrim, ti kërkoj falje nanës për gabimet që i kom bë dhe vutjet që është duke i përjetuar, unë duke qëndruar me brenda. Prej, kur kum hi deri sot, nuk kom pas asnjë farë ndjenje për nanën, se kam jetuar për herë i vetmuar, me banta të ndryshme kështu me radhë. Sot e kom vendos t'i kërkoj falje nanës. Ai person, në këto takimet që kishmi me grupin, ai asnjëherë s'ka fol, vinte, vetëm qëndronte dëgjonte. Shkonte në qelinë e tij edhe u kthente. Domethënë nuk ishte aktiv. Pas gjithë këtë kohë më thirr ai mua, thot, hajde ndihmoje mua t'i shkruaj nanës një letër edhe t'i kërkoj falje për gabimet e tyre. Për gabimet që i kom bë edhe për atë keqin që është duke përjetuar nana. Nuk ka ma mirë kur e shef personin që tash kërkon falje. Ai nis kërkon falje nanës. Pastaj nis kërkon falje vllait, motrës, babës, shoqërisë në përgjithësi. Vin pyet si ti kërkoj falje Allahut, si ti kërkoj falje për gabimet që i kom bë. Edhe fillon të interesohet, brenda disa muajve ai person e ndryshon vetveten dhe bëhet i përgosur i mirë dhe pastaj rezultati është se kur të dalë, ai do jetë panor i mirë. Këto raste kemi. Edhe sfidat që kemi janë Po, mund të flisni pakës për sfidat dhe a ka momente që ju ndjeni ndonjë farë frike, rreziku ndoshta? Nuk kam ndje asnjëherë frikë. Frikë nuk kam ndje. Domethënë me pas frikë ndaj një të përgosur. Asnjëherë. Por normal që kum pas raste që njeriu nuk është sjellur shumë i keq me mua. Domethënë ai ka kërku me bisedu me mua, por do të luje me mua. Për shkak se nuk është fetar, as nuk ka lidhje fetare, as nuk i intereson feja, por kur e shef të unë se jam aty, prap pas këtyne fjalëve që i thot, unë bushqeshi. Kur e shef se unë aty, prap jam i durushëm. Kur e shef se unë nuk kam asnjë farë lloj dikimi nga fjalët që i thot ai, aty çka ndodh? Ai thot, çka është ky njeri? Çka ka ky njeri që unë se kam? Çka ndodh atëherë ai? Ai përsëri më thirr. Për s'diti mu më provon duke e bërë të njëjtën gjë. Unë prap i shkoj me bushqeshje. Prap unë i bushqeshëm. Prap i them fjalën e mirë. Ai habite se nuk është mësu ai me dëgju fjalë të mira. Ai jetën e tij që ka kalu me gjithë këto probleme, ai nuk ka dëgju asnjëherë dikush më thoni fjalë të mirë. E kur ndodh pastaj, ai nalet me vetveten, mendon se ai ka shumë kohë me mendo, se në burg ki shumë kohë me mendo me vetveten. Edhe ai thotë, çka është ky njeri? Edhe thirr ai personin e fjalë. Thotë, kotërën e kam dërmen vetëm me bisedu sinqerisht me ti. Thash, urdhë. Tha, si ka mos i ti mos të reagosh kur unë e thëmë fjalë këqija për fejen, për Zotin, për pejgamberin, për ty personalisht e kështu më radhë, edhe ti nuk më reagon. Thot, unë i thëmë, unë jam këtu për me ndihmu ty, mu më dhimesh, për këtë shkak unë provoj që
me ndihmu ti. Thot, a beson se unë asnjëherë s'kom provu dikush që me më thonë fjalë të mira me ndihmu? Edhe ai, në atë moment fillon ta ndryshoj vetveten. Ja gjej unë çelësin e pendimit, edhe unë i jap shpresë, bisedojna. Sot ai Është person, shumë diçka e bukur. ai person tash fillon ta ndryshoj vetveten, bëhet njëri më i mirë, më i sjellshëm, më i dashur dhe është një shembull në burg. Dhe kam Edhe dëgjuar po institucion- ashtu nga një gazetar që është atje që shumë njerëz pranojnë Islamin shkaku juaj, domethënë, që i jepni një shembull se si duhet jetë një besimtar. Ka plot, ka. Tash shpresoj që Zoti na shpërblen për këtë punë që ja bëjnë, por ka. Janë shumë në numër, sigurisht, nuk i keni numëruar? Janë nuk i kam numëruar, por ka shumë. Ka shumë. Ka shumë që pranojnë fenë islame. Po, nëse keni diçka të shtoni që unë nuk ju kam pyetur deri më tani, nga që thash profesioni i ri, te ne nuk është ky lloj shërbimi, me sa di unë. Nuk e di, nëse e dini ju, ekziston një shërbim i tillë në burgjet tona? Nuk kam njohuri, por diçka që e di është se njeriu ka nevojë për ta ndryshuar vetveten. Thoni që është shumë i nevojshëm si profesion. Po, si profesion është edhe shteti Danimarkës i jep shumë rëndësi njeriut. Edhe në qoftë se shteti si shtet i jep rëndësi njeriut edhe mendon për shoqërinë në përgjithësi, edhe pse je i përgosur, ai mendon për të ardhmen, sepse puna jonë është një punë afatgjate. I përgosur i del edhe bëhet një banor i mirë në shtet, në shoqëri, në përgjithësi, është një punë e madhe. Edhe kështu ti e krijon një harmoni shoqërore ku njeriu e ka vlerën e vet si njeri, edhe pse ki gabon. Se feja jon thot Zoti t'i fal këtë gabimet që i ke bë, por kërkohet prej teje sinqeritet, edhe mos kthehesh në atë gabim që i ke bë. Pikërisht këtë e bën edhe shteti në fjalë. I jep mundësitë e përgosurin, mu tako me hoxhen, me teologin, muslimanët me hoxhen, krishterët me priftin, ato që nuk besojnë Zot takohen me psikologin, e kështu me radhë. I jepet mundësi njeriu që të kehet edhe të bëhet një banor i mirë. Edhe këtu e kam vërtetuar se feja lun rolin kryesor për të ndryshuar njeriu. Edhe në qoftë se shteti e kupton se feja lun rolin kryesor për të ndryshuar njeriu që të bëhet një banor i mirë, atëherë edhe shteti maqënisë besoj se duhet filloj të mendoj në këtë drejtim. Duhet të mendoj në këtë drejtim, Se në fundit edhe besimi është një drejt njerëzore. Po, e drejt njerëzore, të gjithë njerëzit kanë drejt me besu në Zot ose në çfarë do feje që ato besojnë. Unë si musliman jetoj si musliman, punoj si musliman, edhe normal që ta ruaj këtë fejen, sikur që është. Dhe shteti ta ka dhënë këtë mundësi, edhe duhet të shfrytëzohet. Dhe të burgosurit kur janë në burg, në qoftë se ato nuk rehabilitohen, çka ndodh atëherë kur të kenë në shtëpitë e tyre, përsëri do ta bëjmë krimin që e kanë bërë përpara. Është shumë e vërtet. Falenderojmë shumë për kohën që ndave dhe për gjitha sa na the, të kemi dëgjuar me shumë kujdes, sepse po dëgjonim një diçka të re. Unë personalisht po dëgjoja një diçka të re. Faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit shumë, faleminderit dhe juve, ju përshëndes të gjithë juve, stafin tuaj edhe të gjithë shikuesit. Faleminderit. Mirupafshim.